Më shumë se kaq nuk kanë se çfarë shpallin. Po, kjo është në raport me marrëdhëniet me ato vende, kurse në raport me vendin tonë sigurisht që kjo është një kosto e madhe dhe unë shpjegova pak më parë, por sigurisht që ekskluziviteti për të le të themi zbatuar këtë politikën e Shteteve të Bashkuara, që le të themi është kjo në gjuhën që ata e përdorin është name and shame, që i vën le të themi gishtin dikujt dhe e diskreditojnë në kuptimin e legitimitetit të tij politik që ka ndodhur me zotin Berisha. Sigurisht që ka pasur gjithmonë lajme dhe informacione që të tjerë gjithashtu do të jenë, po këto nuk kanë konkluduar asnjëherë si të tilla. Në këtë kuptim unë shpresoj që sa më pak të ketë non grata në vendin tonë, që do të thotë sa më pak njerëz kanë bërë punën e tyre, sa më shumë njerëz kanë bërë punën e tyre mirë dhe nuk kanë këtë lloj sjellje, por nuk besoj se nëse heqja e kësaj emergjence mund ta ndalojë, për shembull, fjala vjen Shtetet e Bashkuara që ta zbatojnë këtë lloj politike, megjithëse është e kuptueshme që është më agresive kur të konsiderojnë në këto pozita. Nuk është lajm i mirë për vendin tonë, por gjithsesi ne do duhet që të presim. A do jetë zoti Rama? Këtë sigurisht që nëse unë do duhet të komunikoj, do jem spekulativ. Edhe mund të jetë, edhe mund të mos jetë. A ka arsye të jetë nëse ke një sens opozitarizmi kritike? Po, të thoya njerëz të cilët kanë 30 vite në vendin tonë dhe mas 30 viteve nuk na kanë dhënë as integrim, as 24 orë ujë të pishëm në shtëpi tona, sigurisht që jo non grata po të marrësh ti tek disësh në një kontinent tjetër. Në kuptimin e votuesve që kanë shkuar e kanë votuar ose antarëve të partisë së tyre, ata janë njerëzit më të shtrenjtë dhe dukshëm po i mbajnë kariket e tyre për le të themi një lloj mbretërie ku vetëm le të themi Zoti mund t'i tërheqë nga politika. Se unë duhet të flasim pak edhe për arsimin, duke qenë se 2 ditë më parë mbaruan edhe provimet e maturës shtetërore, por para se të kalojmë te arsimi, shkurtimisht sa i takon SPAK-ut, ai pardje shpalli zyrtarisht të pandehur Jonaid Myzyrin, kreun e Komisionit të Prokurimeve Publike, për një shpërdorim të tyre për projektin e rrugës Rrshen-Shpal me vlerë 2.29 milion euro. Gjithashtu një person shumë i afërt me zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Si e analizon këta? Jemi në prag të shpërthimit të një tjetër, po themi, skandali më të gjerë prokurimesh, apo SPAK-u bën kështu qitje të kalibruara, pra godet dhe mbyll? Unë mbetem nga ata individ në shoqërinë shqiptare që jam besim plot tek kjo strukturë e krimit, e luftës ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në fakt nuk gjendem vetë në këtë përmas besimi, sepse ky institucion në fakt për herë të parë është një nga institucionet më të besuara nga qytetarët në perceptim, edhe kalon atë të le të themi domenet kryesore që i kanë mbajtur në vendin tonë, që kanë qenë ambasada amerikane apo ambasada e BE-s, dhe sigurisht ky është një lajm i mirë që një grup shoqëror, një institucion fiton besimin e pjesës më të madhe të shoqërisë shqiptare. Në këtë logjik do doja të thoja që, do të thënë, jam kote solla, sepse besimi nuk ndërtohet nëse punon me fushata. Përgjithsisht në vendin tonë institucionet kanë punuar me fushata ose me këto lajmet sensacionale. Po ta vini re, struktura e SPAK-ut nuk ka as mekanizëm propagande, nuk ka as zyrë shtypi, janë shumë pak në komunikimin, le të themi, publik të drejt për drejt me individët, por ja ka dalë që të marrë besimin e pjesës më të madhe e qytetarëve dhe kundrejt atyre që janë institucione që të gjitha këto që unë i thash SPAK-u nuk i ka, ata i kanë. Në këtë kuptim, lufta ndaj këtyre individëve mua më pëlqen që është sistematike. Pra ne, pavarësisht se mundohemi ta gjykojmë SPAK-un me kornizat e strukture të vjetër institucionale, të tipit fushata, selektiv, elementet të tilla, SPAK-u ka treguar që në të gjitha këto vitet po numëron një numër të madh të jashtëzakonshëm individësh që për herë të parë në historinë e Shqipërisë janë ndodhur përpara drejtësisë dhe që lidhen për dhurues të pushtetit në mënyrë të drejtë për drejtë. Po një vlerë jashtëzakonisht të madhe, që e cila në fakt edhe për shkak të nuk gëzon një lloj sensitiviteti
sepse lajm përgjithsisht bëjnë politikanët më shumë se sa mund të bëjë një strukturë e pandjeshme apo e panjohur për qytetarët shqiptar. Spaku ka një rekord jashtëzakonisht pozitiv të luftimit të grupeve kriminale, të cilat në fakt ndonjëherë kalojnë vetëm me një titull ose kalojnë vetëm me 2 ditë lajme, ndërkohë që politikanët gjenden përgjatë aty, sepse sigurisht edhe vëmendja e opinionit është aty. Por absolutisht që është me vlerë ky institucion që ne kemi fituar dhe të shpresojmë që do të ketë mundësi që ta bëj punën e tij me integritet. Unë nuk jam në asnjë moment që ne të bëhemi udhëtar militant të një institucioni, sepse besoj që institucioni mbahet në punë dhe funksionon si rezultat i një lloji presioni të shtuar pozitiv. Kështu që edhe kjo besim i publikut te ky institucion duhet të shërbejë si një presion mbi Spakun për të vazhduar për ta kryer, le të themi, punën e tij si duhet, sepse një shkelje këmbë e gabuar mund të rrezojë të gjitha të shpresë, po edhe ndërtimi institucional që ata kanë arritur. Qartë. Për të hedhur tani Miguel tek matura shtetërore, e cila vijon dhe trashëgon problemet jo vetëm vit pas viti, po edhe problemet e arsimit në atë vit shkollor, në atë vit mësimor dhe akademik. Provimi fundit i maturës shtetërore, provimi me zgjidhje ishte në datën 24 qershor para 2 ditësh. U shfaq i njëjti problem si në 3 provimet e mëhershme, dalja e tezës pak minuta pas nisjes provimit, por me ndryshimin që këtë vit u përjashtua një nxënës, po themi, për këtë incident, këtë provim. Ndërkohë që në 3 provimet e kaluara nuk u evidentua asnjë shkelës dhe ministria del me njoftimin publik se dalja e tezës nuk e cënon procesin. Tani, do ma shpjegosh pak që unë ta kuptoj këtë, çfarë dallimi ka njëri rast nga rasti kur kemi të bëjmë me të njëjtin fenomen, fotografimin dhe daljen e tezës provimit? Sigurisht që ky është nga problemet më të rëndësishme të këtij procesi, jo sepse është problem në vetvete dalja e tezës, por sistemi i maturës shtetërore ka në bazë merit preferencë. Pra ti preferon diçka dhe e merr atë pra një deg dhe pastaj degën e merr për shkak të meritës. Në momentin që teza del, që do të thotë që dikush ka një telefon në mësim, telefon të dytë. Tek një njeri që e ka 6 dhe më pasaj zgjedh tezën, që do të thotë në këtë sistem që është duke administruar Ministria e Arsimit, ka një komunitet ose një grup individësh të cilët nuk janë aty duke ushtruar merit preferencën, po janë duke ushtruar preferencën dhe klientelizmin, pra ose mashtrimin. Do e marrin diçka pa e merituar. Dhe kjo sigurisht që e dëmton dhe do duhet që të na shqetësoj të gjithëve. Si zhbëhet kjo? Zhbëhet sepse nuk ka pasur në asnjë rast një lloj forme të ndëshkueshmërisë. Sigurisht që ata individë të cilët e përhapin tezën, në mungesë të ndëshkueshmërisë e krijojnë një formë të kulturës. Dhe kush janë këta individë? Për çfarë bëjnë? Se flasim individ se proces gjithmonë ka pasur dalje të tezës, që do të thotë gjithmonë nuk është ndëshkuar dikush. Cilët janë këta individë që e bëjnë këtë dhe për çfarë arsyeje, se janë bërë kështu personazhet mistershme këta individët që e nxjerrin tezën. Pra kush janë, kuptimi jo kush janë personalisht, se nuk as besoj as ti as unë si njohim, po çfarë interesi kanë këta individë që e bëjnë këtë gjë? Ndonjëherë unë vetë kam asistuar në interesa, le të themi, që deri diku janë edhe banal. Nëse ti le fjala vjen një moll të florint në sheshin Skënderbej, është e pa logjikshme që të pretendosh që mos e vjedh dikush. Nëse nuk e ruan. Që do të thotë, nëse nuk ka ndëshkueshmëri, dikush mund ta bëjë edhe për arsye të vogla, për të marrë më shumë klikime në portalin e tij. Dikush tjetër e bën që unë kam dëgjuar edhe dikë që tha, shiko, me që e kopjojnë të gjithë, unë po i bëj një shërbim publikut dhe po e marr tezën dhe po e publikoj të zgjidhur edhe për të varfrit. Edhe për ata që s'kan mundësi që ta bëjnë. Domethënë, ti ke një seri nga më banalet deri tek më të sofistikuarat që një individ për shkak të emrit, të familjes me arjef, do duhet që të dalë mirë dhe vendos të strukturën në funksion që kjo të kryet, për ta realizuar këtë. Po unë e them, në momentin që ne nuk e ndëshkojmë
rjeta sot, nëse e vendosim dëshkueshmërinë, rjeta sot do kap edhe individ të cilët janë aty në pa dituri të zbatimit, në panjohje të zbatimit të ligjit që kjo është e ndaluar, sepse është bërë mod. Kush ta publikoi i pari tezën që të marrë klikime. Dhe imagjinoni sa vulnerabël është kjo çështje që është në fakt me një rëndësi jo të vogël. Patjetër, më thënë, kjo është bërë tamam çështje klikimesh, ndërkohë që këtu bëhet fjalë për të ardhmen e maturantëve, për notën që ata për vlerësimin dhe për meritokracinë e sistemit arsimor. Nuk e dëgjova mirë pyetjen? Pra, është bërë çështje klikimesh, kaq banale, në kushtet kur bëhet fjalë për të ardhmen, meritokracinë e sistemit arsimor dhe të ardhmen e të rinjve. Ata që janë maturant, nesër do të bëhen student dhe një notë e pamerituar ndikon. Është eksaktësisht kështu. Kjo situatë ka kapur edhe për masa banale ku individ të ndryshëm do duajnë që të fitojnë edhe klikime. Po sigurisht që do duhet të jetë një rrjet tjetër e zhvillimit të kësaj ngjarjes që ne si qytetarë nuk mundet të bëjmë dot gjë përveç se presionit dhe komunikimit, po institucionet ka një peshë të jashtëzakonshme në këtë, siç është institucioni i Ministrisë së Arsimit, e cila në fakt ka dështuar që të organizojë qoftë edhe një vit të maturës shtetërore pa pasur këtë, ose qoftë edhe një provim të vetëm, pa pasur këtë fenomen. Qartë. Tani, për të kaluar tek çështja më thelbësore dhe e fundit, që është rezultatet e provimeve të maturës shtetërore, këto që kanë dalë deri tani kanë përshtypjen 3 të parat, se i provimit me zgjedhje ende nuk ka dalë, pritet dalë diku nga data 30 qershor. Nuk e di nëse i ke parë, po themi, normën e kalueshmërisë, po më duket se është goxha e mirë, gati 98%. Tani, apo nuk e di nëse ke parë edhe grupet e notave, po themi që mund t'jenë marrë, pra 10-a, 9-a, 8-a, deri tek nota ngelse. Ato përputhet, po themi, rezultati provimeve të maturës me nivelin dhe cilësinë e arsimit që ti ke analizuar prej vitesh edhe si pjesë e qendresës qytetare? Ne gjithmonë përgatisim një raport për le të themi rezultatet e maturës shtetërore dhe ai është në përpunim. Megjithatë, nga të dhënat që ne kemi të bëjmë me një sjellje të ngjashme me diferenca të vogla me le të themi ose me rezultate të ngjashme me ato të viteve të kaluara. Mirë, po unë dua t'i theksoj se cilat janë le të themi dy nga momentet pikante ose që vlen të ndahet dhe të komunikojmë bashkë. Një është që të rinjtë shqiptar dalin me nota shumë më të mira në anglisht se sa në gjuhën shqipe. Okej. Që do thotë ne jemi duke humbur elemente të rëndësishme të identitetit kombëtar, qoftë edhe në kurrikulën, po jemi duke kuptuar edhe orientimin të cilët në fakt kanë të rinjtë shqiptar, të cilët e lidhin fatin e tyre me emigrimin e vendit. Absolutisht që është shumë e mirë fakti që dalin shumë mirë në anglisht, por duhet të na trishtoj fakti që në gjuhën shqipe, gjuha am, e cila të gjithë në fakt do duhet dhe kemi amanetin atë parë, duket që po e neglizhojmë dhe po përgatisim student gjithnjë e më të këqinj dhe pastaj do të dëgjojmë gjithandej këto historitë me gjuhëtar të cilët luajnë me këto elementet e gjuhës për ta nxjerrë gjuhën tonë si nuk e di çfarë ata sajojnë. Nga ana tjetër, kemi një element shumë interesant, ne kemi studiuar se si varion nota, për shembull, tek Universiteti i Mjekësisë për herë të parë është vitin e kaluar është para 2 vitesh mos gaboj, është aplikuar edhe konkursi. Pra ti duhet bësh maturën shtetërore, mirë po duhet kalosh edhe një konkurs tek Universiteti i Mjekësisë. Dhe kur kemi parë se cili është rezultati i notave të cilët studentët marrin në le të themi notën e përgjithshme në mesataren e gjimnazit, ajo humb 2 nota kur dijet e tyre vjen në testim nga universiteti. Dhe sigurisht që këtu kemi të bëjmë me një formë të hapur të fiktivitetit për shkak të mesatares. Zona të ndryshme të vendit nuk kanë të njëjtën mënyrë të vlerësimit dhe të cilësisë. Dikush në një shkollë të fortë e merr 9-ën me shumë vështirësi, dikush në një shkollë të një periferie të një vendi të varfër e merr notën edhe për shkak të klientizmit me shumë lehtësi dhe pastaj e zhbalancon
në thelbat që është merita dhe preferenca, dhe sigurisht kjo është dramatike. Domethënë ti e ke mesatarja 10 dhe kur testohesh të del mesatarja 8, që do të thotë sistemi që ti ke ndërtuar, minimumi i jep sistemi fuel, i jep energji fiktivitetit, po në pjesën, si thua, në më të keqen e rastit, mund të kemi elemente të cilat mund të jenë subjekt të drejtësisë që kryejnë këtë lloj vlerësimi. Po, doja të thoja edhe diferenca midis notës së provimit maturës dhe mesatarës së lëndës. Shumë ekspertë arsimit e kanë evidentuar këtë problematikë që nuk përputhet kjo, ose ka diferencë shumë të madhe që nxjerr në fakt fiktivitetin e notës së provimit maturës si pasojë e metodave të jashtëligjshme, të kopjeve etj. Apo jo? Është e drejtë, është eksaktësisht siç edhe ju e përmendët. Po unë do doja që unë e solla rastin për ta nxjerrë nga struktura e maturës shtetërore, sepse meqense është një element që është, domethënë, provimi dhe mesatarja është brenda dhe aty ka luhatje, kur e shikojnë që me një strukturë tjetër po ashtu ka le të themi lëvizje, absolutisht kemi sinjalin e arsyeshëm për të konsideruar një problematikë e cila do duhet të zgjidhet, por që vullneti, le të themi, i Ministrisë së Arsimit dhe qeverisë dhe vendimarrësve nuk ka qenë në agjendën e tyre për të rregulluar këto problema të arsimit, dhe arsimi është konsideruar jo si një prioritet, po si një element i dorës së dytë në aspektin e qeverisë së vendit. Po, qartë sepse aspekti prioritar besoj është turizmi dhe jemi edhe në stinën e verës, kështu që është e kuptueshme besoj apo jo? Jo vetëm turizmi në kuptimin e sepse shumë mirë do ishte të mendonte qeveria për turizmin, po edhe mua më duket edhe turizmi më duket një sektor i vetë qeverisur, ku gjithkush ndërton një apartament dhe jep me Airbnb, fjala vjen dhe nuk ke plane strategjike të zhndërrosh vendin në një nga vendet me resortet më të mëdha. Kjo është politikë shtetërore. Në momentin që ti e zhndërron tër Bregdetin me apartamente, unë nuk e di nëse është duke harxuar energji qeveria për këtë, nuk më duket një vizion apo element i rëndësishëm, kështu që më shumë prioritetet mbase kanë këto ndarja e buxhetit të shtetit në